Shkodra është kthyer në një pikë takimi ndërkombëtar për akademik dhe pedagog nga universitete të ndryshme europiane dhe amerikane në kuadër të International Week. Pjesëmarrës nga universitete partnere ndan përvojat e tyre në mësimdhënie dhe zhvillim profesional. Nga ana tjetër, pjesëmarrësit theksuan se është një mundësi e shkëlqyer për të forcuar bashkëpunimin mes programeve Erasmus si dhe për të rritur mobilitetin e studentëve mes universiteteve. Ishte një takim jashtëzakonisht i veçantë, sidomos për mua duke pas parasysh rëndësinë e mobilitetit ndërkombëtar. Unë vetë kam përfunduar studimet e mia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të ndaj eksperiencën time, por në njëjtën kohë edhe të mësoj shumë nga eksperienca e kolegëve të mi, qoftë në Universitetin e Shkodrës, qoftë edhe në Europë, ishte shumë e veçantë. Një nga pikat e diskutimit ishte se si tashi, sidomos me zhvillimin e digitalizimit, mund të kontribojmë edhe online dhe pastaj të vazhdojmë atë eksperiencën tonë në person. Por kishte shumë ndarje eksperiencash jashtëzakonisht, jo vetëm nga akademik, por më rëndësishmja edhe nga studentat. So, hello, welcome. My name is Për ne kjo përvojë në Shkodër është shumë e vlefshme. Ne shërben për të shkëmbyer ide mbi mësimdhënien dhe për të parë si funksionojnë praktikat akademike në universitete të ndryshme. Ne kemi qenë pjesë e programeve të ndryshme akademike dhe kjo na ndihmon të përqendrohemi më shumë te studenti, te përvoja e tij në mësim dhe mënyra e vlerësimit. to meet the colleagues. Actually, we are really happy. Jemi shumë të lumtur që jemi këtu në Shkodër. Kjo javë ndërkombëtare na jep mundësi të forcojmë bashkëpunimin dhe të përmirësojmë mobilitetin e studimeve përmes Erasmus+. We are really Është hera jone e parë në Shqipëri dhe jemi shumë të impresionuar. Këto programe janë shumë të rëndësishme sepse ndihmojnë në mirëkuptimin ndërkombëtar dhe krijimin e lidhjeve të reja. International Week në Shkodër po shërben kështu si një urlillëse mes universiteteve, duke sjellë njohuri që ullëtojnë dhe zhvillim që rikthehet në komunitetet akademike.